Grurin që në tre kushton 300 euro toni e blen 483 euro, por nuk është langë gruri me avullu. Në faktin e konkret çmime të tjera. Referohem dokumentit zyrtar të akt akuzës që është ngrit ministrës, se është e mundur që Rozeta Hajdari për grurin që në tre kushton 300 euro toni e blen 483 euro, ja shton edhe 295.000 euro për shtëpisë për transportin që veç dashme pas përfshim në çmim dhe në fund 52.000 kg i avullohen, nuk është langë gruri me avullu. Unë çka mund mbaj mend është ne kemi qenë kuadër të komisionit edhe madje ne kemi qenë në Strasburg atë javë. Dhe mbaj mend që nga Strasburg e kemi pa që për shkak të spekulimit në tre kanë fillu për shembull çmimi i vajit pa shku deri në 4 euro, nëse më kujtohet. Pastaj gruri ishte për shkak të efektit jo vetëm të pandemisë, por ishte edhe efekti i luftës në Ukrainë. Edhe pastaj të gjitha qeveritë rajonale morën masa nëse ju kujtohet për me i suspendu. Domethënë nuk ishte e mundur as tranziti e lemo importi nga vendet e tjera. Dhe e di në atë kohë, mbase informacioneve që kam, që është drejtu shteteve individualisht veç e shtet me shtet. Mirë, por të gjitha shtetet nuk kanë pas në dispozicion rezerva. I vetmi vend që kushtimisht ka i hap dyrt në atë kohë, ndërkohë që Serbia, as Kroacia nuk kanë Serbia jo se jo për arsye që i dini, por Kroacia nuk ka qenë e disponueshme. Dhe ajo blerja se është duhet jetë aty, blerja mund të kenë ndodhur në atë kohë, domos kur ka qenë çmimi i grurit, ka qenë në Berz, ka e di sigurt se kam verifiku vet, nuk e kam dhënë ato, po ta dia i kisha marr, por nuk jam shumë i sigurt për këtë çmim që po i referohesh, në faktin e konkret çmime të tjera. Po sidoqoftë, ai mbetet një proces gjyqësor për me Mis një fjali këtu se tha kujt po i referohesh. Po referohem dokumentit zyrtar të akt akuzës që është ngrit ministrës, ku cekët që çmimi në tre ka qenë 290 deri në 300 euro për tonelat për fshirë dhe transportin, përderisa ministrja ka pagu 483 presje 5 euro tonin dhe pa transport, pra i ka shtu dhe 295.000 euro të pa kuptimta për transport. Besian e kum pa deklaratë që ke bo. Deklaratë është dokument. E ke pa me dokument, mirë pa është në nivel të dështimit arsyeshëm.